Kur i vjen dënimi robit befas, atëherë është dënimi më i rëndë. Se ka dënime që vijnë dal nga dal. Edhe atëherë robi mund të përkujtohet. Edhe e sheh se domethënë është ky dënimi ose sprovat janë përkujtim edhe kthjellim, edhe kthehet, pendohet njeriu dhe kthehet në rrugën e drejtë, atëherë është i shpëtuar. Por nëse i vjen dënimi befas, dënimi i rëndë, atëherë nuk ka asnjë mbrojtje për të. Askush prej krijesave nuk mund ta mbrojë njeriu prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dije se nëse i gjithë njerëzimi mblidhen që të bëjnë ndonjë dëm, nuk mund të bëjnë dëm përveç asaj që ta ka shkruar Allahu. Dhe nëse të gjithë mblidhen që të mbrojnë ose të ta sjellin një të mirë, nuk mund të sjellin asnjë të mirë përveç asaj që ta ka shkruar Allahu. Domethënë nëse të vjen dënimi i Allahut befas, qoftë në dunja ose në ahiret, atëherë nuk ka askush prej krijesave që mund të mbrojë ose të ta lehtësojë dënimin. Për këtë shkak, pra njeriu i lutet Allahut subhanahu wa taala, më mbro nga befasia e dënimit tënd. Edhe kjo mbrojtje nga befasia, domethënë është mbrojtje për veprim, domethënë që njeriu të veprojë sipas asaj që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Edhe të jetë i përulur ndaj Allahut, gjithmonë i penduar, i kthyer te Allahu subhanahu wa taala, edhe duke u lut, mos jetë i sigurt njeriu, domethënë mos jetë asnjëri i sigurt se nuk mund t'i ndodhë dënimi i Allahut. Se nëse e harron këtë dhe sigurohet, atëherë vjen dënimi në formën më të vështirë.